Sot e kemi një ligjërat shumë të rëndësishme. Me një hadith madhështor, bëhet fjala për lutjen e Amar ibn Yasirit, radiallahu anhu. Kur themi lutja e Amar ibn Yasirit, nuk do të thotë që është lutja e tij. Kjo është lutja e profetit alayhis salam. Mirë po e ka transmetuar Amar ibn Yasiri. Për këtë arsye tek dietarët njihet me këtë emërtim. Madje ka pas prej dietarëve siç është Ibn Rexhebi, që e ka shkruajtur një libër për këtë dua. Edhe besoj që një pjesë e konsiderueshme për juve ju ka rastis kjo lutje. Por se çfarë kuptime ka, çfarë thesare mshef kjo lutje, këtë do ta marrim në vejm. Teksti i kësaj lutje. Allahume bi ilmika al-ghaib wa qudratika ala al-khalq. O Zot, me dijen tënde të fshet dhe me fuqinë tënde mbi gjithë krijesat, më mbaj gjallë për aq kohë sa ti e di se jeta është më e mirë për mua, dhe më merr shpirtin kur ti e di se vdekja është më e mirë për mua. O Zot, të kërkoj që të kem frikë prej teje në fshehtësi e në publik. Të kërkoj fjalën e së vërtetës në kënaqësi dhe në zemrim. Të kërkoj të jem i matur në pasuri e në varfëri. Të kërkoj begati që nuk mbaron. Të kërkoj kënaqësi syri që nuk kputet. Të kërkoj kënaqësinë pas saktimit tënd. Të kërkoj rahatin, freskinë e jetës pas vdekjes. Të kërkoj kënaqësinë e të shikuarit, fytyrën tënde dhe mallin për takimin me ty, pa ndonjë dëm që lëndon dhe pa ndonjë fitne që të humb. O Zot, na stolis me stolin e imanit dhe na bëj udhëzues e të udhëzuar. Subhanallah, mund ta shihni edhe vetë çfarë lutje madhështore, shikoni çfarë kuptime të mëdha ka kjo lutje. Ta marrim pjesën e parë të lutjes, fillimin. Allahume bi ilmika al-ghaib wa qudratika ala al-khalq. Fillimi i lutjes është që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po bën tawassul. Tawassulën në farforme ndërmjetësim. E ne, siç e dim, kemi dy lloje ndërmjetësime, ndërmjetësimi i lejuar dhe i ndaluar. Ndërmjetësimi i lejuar është përmes emrave dhe cilësive të Allahut të Madhërisëm, dhe kjo është që ka ardhur në sunet. Kurse ndërmjetësimi i ndaluar është përmes varrezave, përmes ku e diun e çavit, me ndërmjetësu përmes tyre që ato më janë lutjen e Allahut, e kjo siç e dim është shirk dhe paganizëm. Kurse ajo që ka ardhur në sunet është tauhidi. Ton pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bërë tawassul me dy cilësi të Allahut. Ka thonë o Allah, me dijen tonë dhe me fuqinë tonë. Edhe këtu janë prej dy cilësive madhështore të Allahut, El Aziz, El Alim, që nxirren për dy emra të tij, prej fuqishmit dhe prej gjithdijshmit. Pra, çka po kërkon ti prej Allahut përmes dijes së fuqisë tij? Së është interesant, njëjti tawassul përmendet atë lutja e istiharës. Doja e istiharës, kur je faktisht nuk e din është hajër në të ardhmen tonë një çështje, e bën pikërisht i afrohesh Allahut me këto dy cilësi. O Allah, ti e din e unë nuk e di, ti ke fuqi e unë nuk kam fuqi. Por shikoni sa madhështor, sa i bukur është Islami, po kërkon ti ndihmë me dijen e Allahut dhe me fuqinë e tij. Për çka po kërkon? Për një çështje që na intereson gjithëve, a mos ka njeri që nuk e intereson kjo çështje. Ajo është me ta mundësu Allahun me kanë gjallë sa t'jen hajër. Dhe me ta mundësu vdekjen kur është më hajër për ti. Se teksti lutjes që e lexuam më parë ishte, o Allah, me dijen tënde dhe me fuqinë tënde më mbaj gjallë sa është jeta hajër për mua. Dhe ma merr shpirtin kur është më hajër për mua. Dhe për ata njerëz të cilët ka njerëz të tillë, të cilët faktikisht na e dim që fetarisht është rrepsisht e ndaluar me vrarë veten, mirë po e vetmja metodë që ka leju pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka njerëz prova sende është me bë këtë. Nëse është hajër ma mundsa, Allah është ma hajër. Është ma jetën. Nëse është sherr, me larga piksoj. Se ka mundësi një dëm që të kanë godit, do të largohet së shpejti dhe do të bëhet jeta krejt hajër dhe bereqet. Siç ka ndodhur me Saad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ai ka qenë me një smundje shumë të rëndë edhe ka pyet pejgamberin sa për trashëgimi, duke menduar që ka me vdek. Po pejgamberi sa i ka thonë ka mundësi që
ty jeta ka me të zgjatë, derisa t'ju bëjsh dobi disa popujve dhe dëm disa popujve. Shka, një njeri, Saad ibn Abi Waqqas, popujve të shumt m'ju bë hajër edhe dëm të shumt. Edhe kur ta shikoj Saad ibn Abi Waqqas ka qenë komandanti që e ka rënu perandorin persiane. Bashkë ai që ka menuar që ka me vdek, edhe ka pyet për trashëgimi, Allah ja ka dhënë jetën dhe e ka shkatruar perandorin persiane, një perandorin mira vjeçare. E kjo tregon të jep optimizëm që nuk e dihet ku është hajri, nuk do të më xheku gjërat me gjendjen e tanishme. Për këtë arsye na i lutemi Allahut, se na nuk e dimë. Na jemi të varfër, Allah është i pasur. Na jemi të padijshëm, Allah është i gjithdijshëm. Prandaj i lutemi Allahut madhëshëm me këto dy cilësi të plota. Dhe me këtë lutje kur themi më mbaj gjallë aq sa e din që jeta është më mirë për mua, ne i dorëzohemi totalisht Allahut. Edhe kë gjithmonë e përsërisëm, Islami është më u dorëzu totalisht Allahut. Ashtu siç i dorëzohet dielli, hana, qielli, toka edhe gjithçka, ato i dorëzohen Allahut me sejdë dhe me tesbih. Dhe shikoni, ne kur e bëjmë namazin, kur jemi në sejdë i bëjmë dy atë bashkë. Edhe sejdë, edhe subhana rabbiyal ala. Me këto dy adhurime adhuron çdo krijesë Allahun. Por se ky dorëzim nuk do të më kallis me gjuhë, po edhe me zemër. Dhe pranimi i vendimit të Allahut me zemër të hapur. Nëse Allah vendos me të majt gjallë, me kanë i kënaqur. Nëse vendos me ta marr jetën, me kanë i kënaqur. 3 shpëtimtarët. Pastaj në lutje u përmenden 3 gjëra që subhanallahu me të vërtetë hadithet përputhen njëra me tjetrën. Ai që i studion hadithin përgjithësi e sheh se komplet harmonia njëra me tjetrën. Si në lajme, si në dobi. Dhe ato përmenden 3 gjëra kërkoi fillimisht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam prej Allahut. O Allah, prej teje kërkoj që të friksohen aty. Fil ghaibi wa shahada, edhe në fshehtësi, po edhe në publik. Po në kur jam fshet brenda 4 mure ose kur nuk më shohin njerëzit, me të friksu ty. Po edhe kur jam midis njerëzve, me të friksu ty. Dhe me thonë të vërtetën gjatë hidhrimit dhe kënaqësisë. Dhe mesatarja në varfëri dhe në pasuri. Këto 3 gjëra ka orë një hadith tjetër, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka cilësuar si shpëtimtare. Si shpëtimtare këto 3 cilësi ka të rëndësishme. Ta marrim një nga një. Mi u friksu Allahut në fshehtësi. E kjo është më e rëndësishme. Edhe ky është ai testi. Ky është ai kriteri dallues se në publik është më lehtë mi u friksu Allahut. Në kolektiv është më lehtë me u friksu Allahut. Po ajo që është interesant është që më friksu edhe kur jemi në fshehtësi. Sidomos Allahu subhanahu wa taala besimtarëve, sahabëve ju ka thonë, po edhe gjithë që binë në atë gjendje, ka thonë le yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum. O besimtar, kur të jeni në gjendje të ihramit, kur të janë në gjendje të ihramit besimtarët nuk ju lejohet me bëj gjueti. Zebra kështu me radhë. Dhe thot kam ju sprovu Allahu besimtar. Me ardh gjahu sa që mundi me prek me durët e ju, ose me nxon me shigjeta e ju, që me shiku se kush i friksohet Allahut në fshehtësi. Shikoni tash në kohën tonë, s'ka nevojë me të ardh gjahu mos provu në ihram, e ki telefonin. E ki ma ofër se gjahu. E ki para durët atë, sprovon Allahu subhanahu wa taala. Pra atë arsye frika kur nuk të sheh askush, vetëm Allah, ajo është pika e parë që ja filloi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur pas jetës, jetë gjatësisë ose jetë shkurtësisë, mi u friksu Allahut në fshehtësi, po edhe kur të shohin tjerë. Frika e vërtetë nga Allahu nuk ndryshon me ndryshimin e situatës. Aja mbetet konstante në çdo moment. Po frikën ndaj Allahut shikon. Allahut nuk i mshefet asgjë. Madje nuk i mshefet as mendimet tua, as çfarë bën zemrën tonë. Kul in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu ya'lamuhu Allah. Thuaj nëse e fshehni atë që keni në veten tuaj, apo e shfaqni, Allah e din atë. Dhe e din çka ka në qiell e tokë, vetëm kas. Gjithçka e din me laçën në qiell edhe krejt i din. Sepse Allah ka fuqi për gjithçka, përfundon ai. Pastaj prej lutjeve që u përmendën këtu, wa as'aluka kalimat al-haqqi fi ar-ridha wal-ghadab.
Allah prej te kërkoj që ta them të vërtetën në kënaqësi dhe në zemrim. Pra në çdo dy situata, nëse ti e thu të vërtetën, atëherë thu në çdo situatë. Se realisht ti ose kimë ka një kënaqur ose i zemruar. Njeriu transferohet midis këtyre dy gjendjeve. Në kënaqësia mundet me të fut mos me fol të vërtetën. Qysh? Për shembull, njerëz që i don edhe i favorizon i arsyeton. Ja u justifikon gabimet. Dhe kështu bjen padrejsi. Ata që i don dhe që i kënaqur me ta, i arsyeton edhe pse e din që nuk e kanë mirë. Kurse në zemrim është shumë e qartë, njeriu kur zemrohet e hu kontrollin. Fol fjalë pa drejta, fjalë të nxituara, shpifje, gjykim të gabuar, gjitha. Prandaj shumë është e gabueshme aja fjala që kanë disa njerëz të cilët thonë njeriu në hidhrim e nxjerr veten. Jo. Bash në hidhrim nuk e thot të vërtetën njeriu, zakonisht. E thot kundërtën e asaj që ka bindje. Edhe kjo është njëra prej arsyeve pse shumë shkurarzime ndodhin, se njeriu në hidhrim thot bëhi fjalë më të këqija, po ato nuk i mendon ato. Po për shkak të zjarrit të ndezur brenda vetes, ai hedh fjalë më të këqija. Dhe shejtani është pe zjarrit dhe hidhrimi është një farë lloj zjarri, kur të kombinohen dyja, shejtanit i shitet gjithçka që e çet gjatë atij zjarri, i çet fjalët njeriu pa kontroll. Për atë arsye, kjo është prej lutje madhështore që ne me thonë të vërtetën, ai e i kënaqur, ai i zemruar, vërteta është mbi gjithçka. Emocionet nuk ta ndrojnë të vërtetën. Subhanallahu, sa shumë gabojnë njerëz këtu. Bëhen subjektiva, siç përmendet gjuhën bashkëkohore, do të gjykojnë me emocione. Po ti gjyko sa dush me emocione, vërteta nuk ndryshon. Se ty s'po të pëlqen ose po të pëlqen, e vërteta jetë e vërtetë. Emocionet tua nuk e ndrojnë hapësirën e jashtë teje. Pra një cilësi e rrallë të thuash të vërtetën pavarësisht nga gjendja emocionale, kjo është shenja e imanit të fortë. Pastaj lutja e radhës profetike është was'aluka al-qasda fil ghina wal faqr. Prej teje o Allah kërkoj që të jem mesatar në pasuri dhe në varfëri. Pra kërkohet mesatarja në çdo gjendje. Kur je i pasur, mos më bë për shembull shpenzime të prume. Mos më të prume luks, mos më bosh ka përdere, se Allah i madhëshëm këta njerëz, cilët shka përdejnë pasurinë, i ka qujt vllaznit shejtanit. Ku ka ma poshtrim se Allah me të quj ty vllat të drejqit. Ata që e shka përdejnë pasurinë. Prandaj kërkohet prej pasurikave rrezikun më i madh shka përderdhja. Shka përderdhja pasurisë. Kurse të varfrit kursimi të pruar. Qaq shumë sa që edhe ndoshta edhe vuajnë familjarët e tyre prej gjëra domosdoshme ose të nevojshme. Mesatarja është të mbetesh i njëjtë me vlera, qoftë xhepi plot, qoftë xhepi bosh. Çka është e mesatarja, ai njeri fisnik që është. Nuk e ndron pasunia ose varfëria. Kur tash i varfër është fisnik. Kur është i pasur është fisnik. Për atë arsye kjo është ajo që kërkohet prej ne, më lut Allah që me kanë mesatar edhe në varfëri dhe në pasuri. Çdo njëra prej tyre e ka mesatarën e vet. Dallon mesatarja të pasurit prej të varfrit. Ma bëna. Pasaj lutja e radhës profetike ishte kërkoj prej teje begati të amshueshme. Kur e dëgjani këta, ju shkan menja në xhenet. Pa dyshim që në xhenet a begati amshueshme. Mirë, po është edhe një xhenet në këtë botë. Është një begati e amshueshme edhe në këtë botë. Është begatia shpirtërore. Pra naim, fjala naim i bën komfort, luks, rahati. Aja që ka lavdrohet është luksi i shpirtit. Me futi shpirtin tanë në luks, në komfort, në rahati, kurse në anë tjetër trupin preferohet sa ma në diskomfort edhe me lodhe edhe kështu me radhë. Se këtu janë dy të kundërta, kur ta lësh trupin e knash shpirtin, kur ta knash trupin e hidhron shpirtin.
E këtu po lutesh prej Allahut që me dhonë begati ose komfort shpirtëror të amshushëm. Aja është e përfshin paqen e zemrës, qetësinë e shpirtit, lumturinë e brendshme. Pastaj kjo transferohet në botën tjetër edhe në fizike, bekimet fizike dhe mjedisore të xhenetit. Ushqimet e xhenetit, subhanallahu, ka askush nuk ka shiju, pijet e ndryshme që janë atje, pejsazhet që askujt asmenja s'ka shku, shërbime të ëmbla, rahatia absolute. Dhe gjithashtu te begatia e amshushme futet edhe dashuria dhe kënaqësia e Allahut ndaj robit. E kjo është kulmi i çdo begatie, kur Allah është i kënaqur me ty. Pastaj këtu në këtë lutje profetike po kërkon edhe diçka tjetër, qurratu aynin la tanqata. Don kënaqësi të syrit që nuk putet. Kjo në këtë botë është përmes kujtimit të Allahut, përmes namazit dhe dhikrit vazhdueshëm. Profeti alayhis salam literalisht ka thonë: "Wajulat qurratu ayni fi salat." Kënaqësia e syrit tim është në namaz. Në ato e ka gjetë kënaqësinë e syrit, domethënë se syri realisht e ka ndoshta kënaqësinë më të madhe që mund të përjeton, edhe për këtë arsye kënaqësia e syrit është ajo rahatia shumë e vërtetë. Edhe atë kënaqësi të syrit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka gjetë namaz. Kjo është çaja kënaqësia e vërtetë e syrit këtë botë, kurse në ahiret pamje të pa imagjinueshme, kënaqësi të pakufishme dhe gëzim që nuk ndërpritet. Dhe kjo, pastaj edhe kjo është tepër me rëndësi, edhe kjo lutje që vazhdon, was'aluka ar-ridha ba'da al-qada. Kërkoj prej teje o Allah kënaqësinë pas saktimit. Edhe nëse do kam prej jush e pys, pse ka thonë profeti alayhis salam kënaqësinë pas saktimit, nuk ka thonë para saktimit, ose gjatë saktimit. Çka mendoni? Nëse robi sprovon me diçka, ai me bë sabër që Allahu nuk ka kënaqur me ta. Po, me një fjalë, domethënë kur ti ai i kënaqur me Allahun del në realitet mas që të ndodhë saktimi, apo jo para se me të ndodhë. Për këtë arsye, thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, është kërkoj prej teje kënaqësinë, domethënë me kanë kënaqjen me saktimin e Allahut, pasi që të vjen saktimi. Kurse para saktimit, lypën prej Allahut mirëqenie. O Allah na jep mirëqenie. Shka ardhur hadithi mutawatir nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahumma inni as'aluka al-afia. Allah prej te kërkoj mirëqenie në dunjë në ahiret, mirëqenie në fe, në jetë, në pasurinë, familje. Mirë, po kur ndodh çfarë, kemi kënaqësia me vendimin e Allahut. Kënaqësia, ai i kënaqur me saktimin e Allahut, kjo del pasi që të ndodh saktimi. Kurse gjatë provës kërkohet durim dhe lutje. Kënaqësia e vërtetë vjen pas vendimit të Allahut, kur e pranoj me zemër të qetë çfarëdo që ai ka zgjedhur për ne. Dhe është fjallë shumë e bukur e popullit që thujnë çka të vjen prej Zotit, mirë se vjen. Edhe kjo është prej kënaqësisë ndaj saktimit. Pastaj lutja e radhës është bardel aishi ba'del maut. Interesant këtu është përdour shprehja jetë e ftohtë pas vdekjes, mu përkthy bukfalisht ose literalisht. Pra jetë e ftohtë pas vdekjes, ose me thonë ndryshe jetë e freskët. Së është interesant, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e ka fal xhenazën dhe vdekurit, ju ka lutur Allahut, ka thonë: "O Allah, pastroje ata me ujë, akull dhe breshë." Sa ajo që kërkohet prej shpirtit është që të jetë i freskët, edhe në këtë botë. Edhe është prej lutjeve profetike që gjatë namazit farz është lutë, ka thonë: "O Allah, me pastron nga mëkatet me ujë, akull dhe breshë." Dhe kur janë pyet dietar pse ka thonë ujë, akull dhe breshë, na e dim se në zejtit pastron më shumë. Në zejtit, ti nëse ndytësh, keni pa edhe lavatricet punojnë me deri në 90 gradë Celsius me pastru. Po kja vlen për trup, për shpirt nuk vlen. Për shpirtin çka kërkohet është çaja nxehtësia e shpirtit mu fresku. Se çaja nxehtësia është fikrisht çaja i xhehenamit, çaja nxehtësia mëkatet, siç tregon disa dietarë thonë janë sikur druri për zjarmin. Ato ta dhezin çat zjarmin shpirtëror, për atë arsye ne kërkohet me namaz, me vepra të mira, me fladit, me fladit shpirtin, se ajo që e kërkon shpirti është freskia.
Për këtë arsye këtu po lyp prej Allahut pas vdekjes me pas jetë të freskë, të fladitshme. Jo jetë në nxehtë, jo me pas në varr aty në nxehtësi, vop. Dhe kjo përfshin në berzah pushimi dhe paqja për shpirtin besimtar. Kurse në xhenet jeta e ëmbël dhe e qetë precisht. Jeta e vërtetë dhe ëmbël fillon pas vdekjes. Kjo është jeta që nuk e turbullon asgjë. Këtë botë ka turbulenca, ka gjithçka, po jeta e vërtetë ja fillon realisht kur të vdesim. Ato ja fillon jeta. Dhe kjo, subhanallah, shikane, kjo është gjëja më madhështore dhe që s'ka definitivisht ma kënaqësi më të madhe në dynja në ahiret se kjo. Edhe në këtë lutje po i lutet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po i thotë: "O Allah, kërkoj prej teje kënaqësinë e shikimit në fytyrën tënde. As'aluka ladhatan nadhar ila wajhik." E shikaj domon kënaqësinë e shikimit në fytyrën tënde. Dhe vazhdon lutja dhe për mallimin për takimin me ty. Dietarët kanë thonë, gjëja më e mirë në këtë botë është për mallimi për takimin me Allahun. Kurse gjëja më e mirë në botën tjetër është takimi i Allahut. Kur ta shesh Allahun subhanallahu teala. Se takimi është kur takohesh me dikon e sheh, apo. Edhe ne subhanallahu shikoni sa bukur. Në këtë botë gjëja më e ëmbël që s'ka më të ëmbël është me qenë vazhdimisht i përmalluar për takimin me Allahun. Kurse në botën tjetër është me taku Allahun dhe me pa. Për këtë arsye edhe ju ka lutë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Allahut madhëshëm që më ia dhon këtë dy mirësi. Po në çfarë forme? Po thot fi ghairi dharra'i mudirra wala fitnati mudilla. Do më mundso Allah jam i përmallum me takimin me ty edhe ta shoh fytyrën tënde me kënaqësi, pa ndonjë dëmtim që më lëndon dhe pa ndonjë fitnë që më devion. Pra këtu janë përmend dy lloje. Njëna që ka të bëjë me sprovat e epshe, tjetra me sprovat e dyshime. Po ajo që të dëmton ty shumë, sa që të destabilizon dhe mundet me ta dëmtua dhe fejnë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po i lutet Allahut që mos me godit. Edhe në lutje tjera kemi. Allahumma inni a'udhu bika min jahdi al-bala wa daraki ash-shaqa wa su'il qada wa shamatati al-'ada. O Allah, prej te kërkoj mbrojtje nga belaja shumë e vështirë. Wa daraki ash-shaqa, edhe mjerimi i madh, mjerimi shumë i ulët. Wa su'il qada, nga kaderi shumë i rënd, edhe nga kënaqja e armiqve me mua. Pra nga si sprova tepër trona që mund me të pengu që nesër mos me pa Allahun. Pse? Se mundesh me deviju. Për shkak se sa fitnë shumë të madhe, varësisht pe sabrit njëri. Po thot, këtu po thot fi ghairi dharra'i mudirra, mos më çeto zot me një dëm që më dëmton. Që i bën që nëse është një dëm prej cilit përfitoj, po. Janë shumë njerëz që sprovohen pasurinë familje, po tregojnë durimtar, kjo është hajër. Po ajo që është qëllim është një sprovë që ti smundesh faktikisht nuk duran ndaj saj bjen atë sprovë, bjen atë test dhe pastaj dëmtohesh. Dhe po edhe përmendë gjithashtu wala fitnati mudilla, edhe as me një sprovë devijuese që më devion, ndonjë sekti devijuar, ndonjë paqartësi fetare me marr rrugën e gabuar fetarisht, edhe kjo dëmton që nesër mos me pa Allahun e Madhëshëm, ose në këtë botë mos mu parmallu me takimin me Allahun. Se nëse të godasish të sprovat e epsheve, ose dyshime, nuk do t'jesh i kënaqur, nuk do ta ndish të ëmbëlsinë e përmallimit për takimin me Allahun e Madhëshëm, sepse ti do të mirësh me çdo sprova. Ti duke u marrë me këto sprova të epshe dyshime, do ta harresh gjën për çka e kriju, e që është vazhdimisht me kanë i përmallum për takimin me Allahun e Madhëshëm. Për që ata e kriju ti, për me adhuru Allahun, me u përmallu, mu bë gati për me taku nesër. E ti çka bën mirësh me sprovat e epsheve dhe dyshimeve, e këto të largojnë pe kësaj. Pastaj dëmtojnë edhe botën tjetër. Dhe fundi i kësaj lutje është stali. Është stalia dhe ëmbëlsia për fund, siç thuhet.
O Allah, na zbukura me bukurinë e besimit dhe na bëj udhëzues të udhëzuar. Çka është pra fundi i kësaj lutje? Pra, në fund të lutjes po kërkon prej Allahut të Madhëshëm që me të zbukuru. Me çka? Me tesha? Jo. Me tesha po, veç me tesha tjera, me tesha të besimit. O Allah, na zbukura me bukurinë e besimit. Dhe na bëj udhëzues dhe të udhëzuar. Pra në këtë lutje kemi dy gjëra të larta. E para është jo vetëm iman, por iman me bukuri. E çish është imani me bukuri? Që çaj besim të shfaqet në moral, në sjellje dhe dritë të karakterit. Po kemi besimtar që janë hiç të bukur. Kuptimin shpirtërisht janë të bukur. Pse? I kanë sjellje të katastrofë. Fjalorin e kanë të merë, nuk kanë edukat, nuk kanë mirë sjellje, notën e sjelljes se kanë nesh, a dysha, a tresha, mos vetë, veç pak kush e ka shkëlqyshëm, edhe ma heq shumë rrallë shembullore që e ka ndaj kush. E për çfarë ajo që kërkohet është besimi me qenë i bukur, jo veç besim, në rregull ka shumë besimtarë që besojnë në Allahun dhe ditën e fundit, por se bukuri pak kanë. Bukuri do me kanë mustalis me besimin tonë, do Allah me të jeshu ty, me të jeshu me besimin tonë, me mu pa janë sjelljet e tua, mu pa në jetë e përditshme, mu pa në tregti, mu pa në familje, mu pa në shoqëri, mu pa gjithkund. Dhe krejt në fund u lut tha dhe Allah na bë të udhëzuar dhe udhëzues. Po ajo që kërkohet është fillimisht me kanë vetë të udhëzuar. Me kanë udhëzuar në rrugën e profetëve dhe pastaj mos me kanë kopras veç unë më udhëzu edhe u kry tjerë të letë shkojnë në xhehenem. Jo. Do të më dashur mirën tjetrit që ja do na vejs, me kanë edhe udhëzues për tjerë. Dhe këtu ndërlihen e me tjetër. Ti nëse je stolisësh, me stolis e besimit, nëse ti je i bukur në besimin tënd, çaja bukuria jote ka më bësh shkak që më u zbukuru tjerëve Islamin. Me sjelljet e tua të mira, me të vërtetë do të jesh edhe i udhëzuar, po edhe udhëzues për tjerë. Shikoni çfarë lutje madhështore, me të vërtetë është e udhës që ta bëjmë këtë lutje se siç e përmenda më herët ka dietar që kanë shkruar libra për këtë lutje dhe ka shumë faktikisht edhe dobi tjera, por se për mas me zgjat më shumë, mjaftohemi me kaq. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.